Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin Gratë në Uniform. Ky është një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike. Sot jam shumë e lumtur që kam një profesion shumë të veçantë. Ndoshta edhe një nga profesionet që do ta ndaj me juve ka qenë ëndra ime në zyrtar. Jam shumë e nderuar që kam të ftuar në studio sot Alida Bego, e cila është kandidate për pilote. Alida, të lutem, më thuaj pse keni zgjedhur pilote? Atëherë zgjedhja për të bërë pilote ka qenë krejt e rastësishme. Ndodhi pasi përfundova studimet një vjeçare në Akademinë e Forcave të Armatosura dhe në atë moment jam emëruar në fillim në RINAS, Forcën Ajrore, Komanda Forcës Ajrore në Rina, edhe unë njoha pata mundësinë të punoj me pilot që kishin studiuar jashtë shtetit, me njerëz të aviacionit, njerëz të rëndësishëm të aviacionit. Kuptova që ishte diçka shumë e bukur, edhe aty rastisa me lajmërimin për fillimin e kursit të pilotit, dhe thash se mos ta provoja edhe unë për të bërë këtë ndjesinë e qenurit pilot, mbi të gjitha si femër. Por një arsye shumë, mendoj që është një nga arsyet më kryesore, gjatë kohës që punoja në RINAS, ishte një moment gjatë orarit të punës ku prisnim një flot me helikoptera, dhe hera e parë që shikoja fluturim informacion të helikopterave dhe aty jam mbushur me shtrëqetur mishi nga emocionet, po, kur e kam parë, edhe ishte edhe një shtysë më e madhe për të vazhduar kursi. Ta kuptoj emocionin tuaj dhe entuziazmin akoma që po ndani. Thatë që ishte një vit përgatitje akademike, është mjaftueshëm, pse është një vit? Unë e di që është 3 vite. 3 vite është akademia e plot, bëhet nga studentët që vinë nga gjimnazi, ndërsa dhe trajnohen në akademi specifikisht për një specifik të saktuar që është këmbësoria apo navigimi detar apo edhe teknologjia e informacionit. Ndërkohë që është edhe një pjesë tjetër, kursi përgatitjes së oficerit të ri, që është 9 muaj ose një vit shkollor, i cili bëhet pasi ke përfunduar universitetin, bachelorin. Do të thënë, çfarë do lloj bachelori mjafton dhe ti mund të bësh kualifikim një vit? Po, çfarë do lloj bachelori? Gjatë kohës kur unë kam aplikuar për akademinë, ishin më ndryshe kriteret, ndërsa tani në këtë vit apo vitet në vazhdim do jetë më specifike kërkesat. Sepse duhet të jesh trajnuar ose të kesh përfunduar një program bachelor specifik, ekonomi, mjeksi dhe pjesë të tjera të trajnimit universitar. Kur bashkoj uniformës, mendove se veshja një uniforme do të jepte një prestigj më tepër, apo kjo mund të ishte një nga arsyet, apo vetëm ai momenti i parë që juve në RINAS pat një kuipazh? Shiko, prestigji vjen, është e vërtet që vjen me uniformën, shihet ndryshe, sidomos femra, se është parë gjithmonë si shumë profesion për meshkujt, edhe kur shohin femra ndihesh mirë me veten kur kupton që i përket një fushë të tillë si ushtria. Ju keni një veshje që është ndryshe nga ato çfarë na shikojnë për ditë syt, pra veshjen ushtarake që mund të jetë polici, mund të jetë këmbësori. Pikërisht kur je pilote je vërtet shumë e veçantë, domethënë, edhe unë më entuziazmova kur më thanë që ke në studio sot një pilote. Kur e ndan me civilët, si të duket jo ushtarakët, domethënë çfarë është reagimi tyre i parë kur thua unë jam duke bërë këtë lloj shkolle, unë jam duke bërë këtë profesion tashmë? Vetëm janë të emocionuar për mua dhe pak të friksuar, me të drejtën, se është diçka që nuk është parë dhe sidomos këtu në Shqipëri, dhe familja ime në fillim kur fillova kursin ose hodha idenë për të filluar kursin, ishin të emocionuar, të friksuar, gjë e re. Forca Armatosur nuk ishte parë asnjëherë në familjen time. Jo, as piloti nuk ishte menduar asnjëherë, me thënë të drejtën. Edhe si arritet i bindje? Ky është momenti që do doja shumë ta dija. Shiko, nuk donte shumë punë që t'i bindja, sepse më mbështesin shumë, kanë mbështesur vazhdimisht. Thjesht ajo ideja e të qanurit e sigurt, ajo është e rëndësishme për ata. Kur sigurova që më pëlqen që isha një pilote, një nga arsyet ishte edhe sepse më pëlqeu, sepse ishte përveç se pilote dhe pilote vajzë.
Ti mendon se kjo ka një avantazh në këtë lloj profesioni apo kur je duke folur me jo ushtarakët, duke folur me civilet? Pra kush është ajo të qenurit vajzë në ushtri prioritet ose avantazh? Shiko, në ushtri kemi një shprehje që themi në ushtri nuk ka gjini. Dhe ne trajtohemi njësoj si meshkujt, edhe kemi personat të tjerë gjatë kursit aktualisht, kam 3 kolegë me të cilën po përfundoj kursin e pilotit dhe bëjmë të njëjta gjëra që bëjnë ata. Nuk ndahemi. Vraponi gjithë ditën, bëni pesha gjithë ditën. Çfarë konkretisht? Janë aktiviteti fizik, po është i pranishëm, edhe studimet e tjera, orët e fluturimit që mund të jenë. Madje ne kemi pasur mbështetje të papar gjatë zhvillimit të kursit. Mbështetje nga kush? Mund të themi nga mentorët, nga drejtuesit tuaj, nga kolegët tuaj, nga profesorët tuaj? Po, duke filluar që nga drejtuesit, nga komandantët e bazave, edhe nga instruktorët gjatë zhvillimit të kursit. Sa e lehtë është që të përgatitesh në një disiplinë ushtarake kur vjen nga një përgatitje jo ushtarake, akademike? Kërkon pak punë, sidomos kur nuk je mësuar në realitet me disiplinën, me oraret, me gjithçka që të bën ushtarak dhe kërkon pak përkushtim, megjithatë nuk ka asnjë gjë që nuk arrihet. Do me thënë, netët pa gjumë s'ka problem, vrapi gjithë ditës s'ka problem, të vraposh në diell, në shi nuk ka problem. Këto doje të ke thënë? Po, shiko, thjesht duhet të jesh aty, të kesh vullnetin e duhur, edhe të shfaqesh për punën edhe të ofrosh më të mirën që mund të ofrosh. Çfarë janë ato që do doje të ndaja, apo mund të ndaje me neve, për audiencën që nuk ka përballur përpara, ashtu siç edhe mua, një pilote. Çfarë janë ato risitë që ju bëni në disiplinën tuaj, qoftë nga ana akademike, qoftë nga ana profesionale, çfarë të reja ju mësoni? Në gjatë zhvillimit të kursit na kërkohet gjithmonë që të mbajmë regjim. Qoftë regjim ushqimor, qoftë regjimin e gjumit, sepse duke qenë se kërkon përgatitje gjatë fluturimit, duhet jesh i relaksuar, duhet jesh i qetë, duhet jesh i ushqyer mirë edhe i çlodhur. Sa më shumë të jetë mundur në mënyrë që gjithçka edhe gjatë fluturimit të jesh i vëmendshëm, të jesh i përqendruar aty pavarësisht. Sa të vështira janë literaturat që duhet mësoni për këtë lloj përgatitje? Duke qenë se neve vinim nga jeta civile, edhe nuk duhet shumë terminologji avionike, terminologji e profesionit, nuk na kishte hasur veshi asnjë lloj terminologjie të tillë dhe kërkon pak përshtatje, megjithatë me shumë punë arrihet. E kuptova dhe këmbgulje, me sa do ju kuptoj, që jeni shumë modeste për t'i thënë këto 2 elemente. Si ishte emocioni i fluturimit të parë? Gjëja që mbahet mend më shumë nuk është fluturimi i parë, çudi, por fluturimi i parë vetëm. Në momentin kur nuk ke asnjë person tjetër në kabinë, por je thjesht ti edhe helikopteri. Ajo është momenti më fantastik që mund mbaj me një pilot. Kjo mund të ishte pjesa e frikshme, mund të them. Kjo është pjesa adrenalinës, doje të thoshje. Po, është adrenalin, megjithatë nuk duhet t'i lësh emocionet, sidomos kur je në kabinë, nuk duhet t'i lësh emocionet të përpinë edhe të largojnë nga gjithë përqendrimi që duhet të kesh aty në fluturim. Dhe gjithë emocionet i lëm jashtë. Kur hipën aty, je ti, helikopteri edhe misioni që duhet realizosh. Përveç se përgatitjes që ishte një sfidë, çfarë sfide mund të më thuash tjetër për sa i përket, sepse nëse unë do të bëja pyetjen për sa i përket genderit, problematikës, por shikoj që kjo duket si avantazh, duket shumë bukur në sytë qoftë të civilëve, qoftë jo civilëve. Por nëse do të thosha kush janë ato sfidat e vërteta që ti, sepse po shikoj pagjumsinë e përqafoke, me informacionin e tepër që duhet të rish në të raport të lexuar për t'i asimiluar, patjetër që e ke me entuziazëm. Çfarë ti mendon që janë këto hapat e para që ne si audiencë donim të dinim që, okay, ka këto vështirësi, por unë zgjidha me këtë lloj mënyre?
Shiko, problemi më i madh është për femrat të cilat kanë familje, të cilat kanë fëmijë dhe duhet jenë më pranë familjeve të tyre. Për mua nuk ka pasur problem në këtë lloj aspekti dhe nuk e kam hasur vështirësinë që hasin ato. Problemi im më i madh mund të ketë qenë fakti që unë duhet të bëja më shumë aktivitet fizik, duke qenë se në jetën time civile përpara se të filloja akademinë nuk isha shumë aktive dhe duhet të mësohesha me aktivitetin, duhet të mësohesha me faktin që mund të isha e rrethuar pothuajse vetëm nga meshkuj, duhet të mësohesha me këtë lloj aspekti më shumë. Jo për faktin e problemeve të tjera siç është të jesh pranë familjes apo Duke kapur një pjesë të fjalisë tënde, është parë kjo të punuarit me meshkuj, më shumë meshkuj, më mirë të themi. Është parë kjo si disavantazh në sytë e jo civilëve që nuk arrin ndoshta të depërtojnë në këtë lloj kulture? Për mendimin tim, ose për të them më mirë në aspektin tim nuk ka qenë problem. Mbështetja e dur është gjendur, na kanë motivuar, na kanë thënë që mund të bëjmë gjithçka, nuk ka asnjë lloj ndryshimi mes një mashkulli apo një femre, edhe është, domethënë provat janë këto, e kupton, nuk është. Me civilët e gjeni vetëm shpeshherë të debatosh që jo nuk është kështu siç mendoni, por është kështu realiteti. I kemi kthyer këto tabut edhe me civilin këto tabut femra apo mashkullin në ushtri, dhe duke qenë se na shohin me uniform vazhdimisht gjithnjë më shumë edhe po fillojnë edhe ata të kuptojnë se çfarë ndodh realisht. Kuptoj, është zbutur. Nëse do ka përsëri një pjesë nga fjalia që themi përpara në lidhje me gratë të cilat kanë një familje. Mendon se në një moshë të caktuar nuk mund të bësh dot karrierë në këtë lloj profesioni? Për shkak të kësaj që sapo përmende. Shiko, se di sepse gjërat zhvillohen, ndryshojnë, familja mbase nuk mund të kërkojmë të jesh aq e pranishme aty. Megjithse problemi më i madh mund të jetë misionet që mund të zhvillohen jashtë për femrat, se i largojnë për periudha të gjata kohore nga familja. Megjithatë, nëse është këtu, nëse karriera zhvillohet pas një. Është e thjeshtë të bësh karrierë në këtë lloj profesionin, se në pilotim, domethënë, sepse nëse flasim për këmbësori, policinë, kështu me radhë, kemi kuptuar disi këtë lloj bote, po në botën ajrore arrin të bësh karrierë dhe ku mund të arrish? Po, patjetër, nëse ke përkushtimin e duhur, nëse realisht do që të bësh karrierë edhe të ndjekësh rrugën që duhet të ndjekësh, atëherë është arritshme. Cila është grada e një piloti? Pra, ju sot jeni kandidate pilote, nëse do arrini të bëni pilote, më vonë ku arrin me këtë lloj grade? Gradat janë njësoj në të gjithë ushtrinë. Nëse je pilot ushtarak, fillon si nën toger, fillon si toger, kapiten dhe vazhdon më vonë me gradat e madhore. Mirëpo, këto pastaj je pilot, je kandidat për pilot, je ndihmës pilot, mund të çon në periudhën me zhvillimin e orëve të fluturimit, mund të bësh edhe instruktor, që është edhe grada mund ta quajmë më e madhe në. Kuptoj. Juve vetë ku fluturoni? Domethënë ushtria shqiptare ku fluturon? Pra ku mund të pilotoni? Për momentin aktualisht, duke u nisur nga unë, ne fluturojmë në territorin shqiptar, në hapësirën ajrore shqiptare, për çështje trajnimi, mirë po ndodh që të pilotojmë edhe jashtë shtetit për çështje. Kuptoj. Ju pilotoni avion, helikopter, më ndihmo pak me këto terminologji. Helikopter, po. Helikopter. Kush do ishte helikopteri që ti do kishe më shumë dëshirë ta fluturoje, domethënë cilin do doje të pilotoje? Ke do një siç themi ne, kjo makina më pëlqen, kjo bicikleta pëlqen. Tani për momentin kam dëshirë quhet Cougar, helikopteri që është një nga helikopterat ta. Ai më duket më interesant. Si ke hyrë për ndonjëherë? Kam hyrë por si pasagjer, jo si pilote. Kuptoj, çfarë vështirësi e ka ajo? Si pajisje? Duke qenë se neve fillojmë zhvillimin e kursit me helikopter me një motor,
i quajmë. Vështirësia më e madhe që bën gjatë zhvillimit të kalimit në tip është fakti që bën mjeti më i madh dhe me 2 motora, ka më shumë informacion për të mësuar, ka më shumë butona, ka më shumë leva që duhet i mësosh. Dhe kjo është vështirësia më e madhe, sepse teknika pilotimit pastaj është pothuajse e njëjtë në të gjithë mjetet. E kuptoj. Nëse do kishim brezin e ri që shpeshherë janë të dyzuar se çfarë lloji drejtimi do të marrin në jetën e tyre. Shohim shumë që duan të shkojnë për IT, për mjekësi, shumë shpejta ose shumë thjesht në mënyrë ose të paktën me eksperiencën tuaj mund t'i bashkohen profesionin në uniform. Si mund t'i rekrutoje, si mund ta marketoje, si mund t'i bindje këtë lloj grup moshe që janë të dyzuar, pavarësisht se çfarë profesioni kanë, mund t'i bashkohen përsëri uniformës. Ndoshta jo direkt në 18 vjeç, por pas të mbarojnë një përgatitje të parë. Çfarë mund t'i thoshje? Kush janë arsyet që mund të bashkohen? Eksperienca ime personale është një nga zgjedhjet më të mira që unë kam bërë. Bërja pjesë e forcës armatosur ose pjesë e uniformës. Sepse më ka ofruar njohje të dura, më ka ofruar miqësi që s'kam për t'i humbur kurrë, më ka ofruar disiplinën. Dhe disiplina në përmendimin tim nuk është e nevojshme vetëm në ushtri, apo në polici, apo vetëm në profesion me uniformë. Është e rëndësishme edhe në jetën civile, sepse të mëson si të përballesh më mirë dhe më rehatshëm me çfarë do lloj problemi që mund të shfaqet gjatë rrugës. Kuptoj, përveç se aftësive të buta, nga ana materiale ka ndonjë benefit më shumë se sa profesionet e tjera të qenurit në uniformë? Po. Në administratë është një nga profesionet të paguara, kështu që është edhe aspekti financiar. Të qenurit vajzë ka më shumë prioritete që ju mund të merrni trajnime më shumë se sa meshkujt në uniformë? Trajnimet vinë në bazë të kualifikimeve. Kuptoj. Kështu që nëse je i aftë, nëse je në gjendje, nuk pengon fare fakti nëse je mashkull apo femër. Kuptoj. Përveç se ndahet pak nga eksperienca juaj që të qenurit me grup mosha më të mëdhenj se sa juve kanë qenë gjithmonë mbështetës për juve, ju kanë mësuar në vazhdimsi. Të qenurit në uniform, mendon ose të paktën ke dëgjuar histori që brezi vjetër person rezistent për t'i shpjeguar ose për ta transmetuar informacionin, ose kundërta, brezi i ri është më kompetent në thonjza dhe nuk do të dëgjojë nga brezi. Si e mendon këtë lloj dinamike që e dëgjojmë shpeshherë, po sa reale është? Brezi i vjetër, paçka se kanë jetuar në kohë të tjera, në base mund ta kenë të vështirë përshtatjen me ne ose edhe ne me ata, përsëri kanë kaluar shumë, mund të dinë si funksionojnë gjërat shumë më mirë se ne, janë më të mençur dhe pavarësisht gjithçkaje, përmendimi tim është e rëndësishme që të dëgjohen, sepse të dëgjojnë dhe të kuptohen, sepse pavarësisht gjithçka të mësojnë diçka më tepër patjetër. Eksperiencë e tyre. Për neve që nuk kemi pjesë të ushtrisë, kur shikojmë vajza në ushtri na duken shumë entuziaste, na duken vërtet që ka qenë shumë e thjeshtë për të qenë pjesë e kësaj veshje. Juve çfarë do të citonit që të qenë në ushtri vërtet duket shumë bukur, por nuk ka qenë kaq e thjeshtë nga A-ja te Z-ja që kemi në këtë moment. Çfarë do më përmendje se do ishin 3 vështirësitë kryesore dhe unë të di se si ti përballoj ato? Përveç se aspekti fizik, duhet të jesh e përgatitur fizikisht, është e rëndësishme të përshtatesh shumë mirë edhe me disiplinën ushtarake dhe gjithashtu përballje me informacionet e reja që vijnë vazhdimisht dhe ndryshimet e reja që vijnë vazhdimisht në forcën e armatosur. Ju studioni shumë ndryshimet e legjislacionit shqiptar, kanë këto ndikim të drejtë për drejtë në profesionin tuaj? Po, patjetër, për çështje sigurie duhet të studiohen patjetër, se ti je i përgatitur. Kuptoj. Alida, më pasurove me shumë informacione që ishin të paditura, pavarësisht që unë jam pjesë e vazhdueshme të serialeve të podcastit. Shumë faleminderit për gjithë informacionet, mbi të gjitha faleminderit për entuziazmin që ke. Jam shumë e sigurt që do t'i arrish ato grada të cilat i ke vendosur synim përpara. Faleminderit që je pjesë e këtij podcastit dhe për mesazhet që ju ndat me neve. Ju uroj suksesin në rrugën që keni zgjedhur. Faleminderit.
Faleminderit që na ndoqët në podcastin Gratë në Uniform. Faleminderit Ambasadës Britanike për këtë mundësi dhe faleminderit vajzave që janë pjesë e vazhdueshme e këtij seriali. Shifemi serialin e radhës.